Adrola dhe Jessica kanë festuar Pashkët në shoqërinë e njëra tjetrës. Bukuroshet kanë qenë në New York për disa sete fotosh dhe kanë përfituar nga rasti të shkrepin edhe këtë foto. Gëzuar. Prince Leka ka lajmëruar me anë të Instagramit se në datën 8 tetor 2016 do të martohet me bukuroshen Elia Zaharia. Ne ju urojmë çiftit urime dhe të trashëgohen. Presim ftesat. Albana Osmani ka mbështetur një kaos shumë të rëndësishme. Duket se bukurosha preferon të bëjë sa ka mundësi për njerëzit në nevojë. Në këtë rast, ajo ka zgjedhur të vrapojë në datën 2 prill për fëmijët autik. Fshata quhet Run for Autism. Bravo Albana. Blonde dhe Real do të vinë shumë shpejt me një këngë të re, fix për stinën e verës, që do të quhet thjesht Vera. Titulli ndoshta tingëllon pak pa fantasi, por kemi përshtypjen që gjithë fantazinë djemtë e kanë lënë për në klip. Presim.